ku fomat me dashur tanë përpjekjen ose zbatim të urdhit që është dhënë Beograd, në veçanë për referohem marsit të 99-s. Pra ajo strategjia njerëzore, s'ka trup, s'ka krim, përpjekjet fshehjes së gjurnëve të krimit, pra në urdhën që është dhënë komandën e përbashkët, pra nivelin më të lartë të strukturës udhëheqëse të ish Jugosllavisë. Përpjekjes së zbatimit të kësaj strategjie nga varret primare, nga lokacionet ku ishin kryer masakrat, ku fomat u tërhoqën për të dërguar në lokacionet panjohura. Dhe në rastin konkret, ndër lokacionet që tani më është konfirmuar mbetet lokacioni Petrovosellës, pra në zonën ushtarake mes kufirit me Rumaninë pa të hidrocentrali Gjerdap, dhe lokacioni konfirmuar së fundmi në Rudnicë të Rashkës dhe Kizhevak të Rashkës. Sepse në Petrovosellë kemi viktimat e masakrës së Izbicës, në Rudnicë të Rashkës, Gurorja në Rudnicë, edhe në Kizhevak të Rashkës kemi të identifikuar viktimat nga masakra Rëzallës, nga masakra Çikatovës vjetër, pra datës 17 prillit që është data e masakrës që ka ndodhur një njëjtën ditë kur ka ndodhur masakra në Oklak të vjetër. Dhe lokacione tjera pastaj me anë territorit të Kosovës. Dhe kur jemi te lokacione me anë territorit të Kosovës, sa për statistikave që shikova, janë diku mbi 300 lokacione të kryera në zonat ose fshatrat e këtyre 3 komunave. 343 lokacione. Pra në vazhdimsi një informat që është siguruar edhe nga ne si Komision Qytetar, po edhe nga mekanizmat që kanë qenë pjesë e këtij procesi që nga vitet e parë pas luftës. Po flasim tikun për 12 ekipe mikrogjore në vitet e parë pas luftës në Mendërish Tribunali Tagës. Po flasim për ekipet mikrogjore të Kombeve të Bashkuara, të Euleksit, ekipet vazhdimsi, ekipet mikrogjore të Republikës së Kosovës, të Institutit Mjedisor Ligjore. Po flasim për komisionet që kanë qenë me mandat përkohshëm ose të mbuluar përkohësisht në vitet e parë pas luftës, gjithmonë përpjekje të vazhdueshme për ndriçuar të vërtetën, përpjekje të vazhdueshme që familjarët të lehtësohet dhimbja, përpjekje të vazhdueshme që anktet pritjes të vijë fundi. Dhe janë thash mbi 300 lokacione të realizuara gjatë këtyre 27 viteve në këto 3 komuna, Skënderaj, Vushtrri dhe Drenas.